Pra Zoti i Madhërisht e ka kriju njeriu për vetmin qëllim, me njoft Allahun xhela xhelal. Dhe se nuk ka kuptim ndryshe jeta e njeriu. Në jetën e kësaj bote, vetëm atëherë kur e njeh Allahun e vet, krijuesin e vet, dhe e kupton njeriu se pse është në jetën e kësaj bote. Nëse ka shku mendja në herë njeriu me i bë pyetje vetit, pse Allahu e ka kriju? Dhe pse Allahu xhela xhelalu e ka zgjedhur këtë jetë për njeriu dhe ka zgjedhur këtë planet për njeriu. Me paslan Zoti i Madhërisht me i dhënë përgjigje njeriu vetvetes në këtë pyetje, secili prej neve kishte dhënë përgjigje ndryshme. Për shembull, dikush kishte thënë, po më ka kriju Zoti i Madhërisht me shiu këtë jetë. Tjetri kishte thënë, më ka kriju për diçka tjetër, e kështu me radhë. Mirë po, i vetmi Allahu xhela xhelalu është ai i cili ta ka dhënë përgjigjen se pse je gjallë në jetën e kësaj bote. Me gjitha të mira që ka jeta. Allahu tha, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tha, nuk i kam kriju njerëzit për asgjë tjetër, vetëm që ato të jenë mirënjohës ndaj meje. Vetëm që njerëzit të jenë adhurues ndaj Allahut xhela xhelal. Pra, apo e kupton qëllimin pse njeriu është në jetën e kësaj bote? Me adhuru Zotin e Madhërisht. Pra, me njoft krijuesin e Madhërisht. Dhe me të mirat e kësaj bote që Allahu të jep, ti me qenë falendërues ndaj Zotit të Madhërisht dhe me adhuru Allahun e Madhërisht. Pra Zotit ka nderu me gjithçka. Ka nderu me mendje, me dije. Ka lënë të lirë në jetën e kësaj bote. Ti ka dhënë privilegjet në jetën e kësaj bote, por megjithatë Zoti i Madhërisht prej teje ka kërku që ti me njoft Allahun subhanahu wa taala në mënyrën që çdon Zoti i Madhërisht me njoft atë. Por ata të nderuar vëllezër, kjo porosi e pejgamberit sa me cili thotë se ju porositi që ta njihni Zotin e Madhërisht, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Ta adhuroni Zotin e Madhërisht dhe të mos i bëni shok atij, pra është porosia më e madhe me cilën edhe ka zbrit Kurani i Madhërisht. Pse është porosia më e madhe të nderuar vëllezër? Sepse në qoftë se njeriu jeton në jetën e kësaj bote dhe ai nuk e njeh Zotin e Madhërisht, nuk i njeh kufit e Zotit të Madhërisht, nuk e falendron Zotin e Madhërisht, nuk e beson Zotin që duhet me besu, ai mund me i shiju të mirat e kësaj bote, mirat e botës tjetër, të më problem. Dhe kur njeriu e mendon këtë çështje, e mendon seriozisht, ai pastaj dhe jep zgjidhje kësaj pune. Në qoftë se mendon se vetëm kjo jetë është, atëherë ti keni gabim shumë më të madh se ç'e mendon. E në qoftë se pra beson se pas ka një botë tjetër, atëherë ti dush me mësu vetëm pra se qysh ke me shkutin botën tjetër dhe në derën e kujt ke me trokiti nesër, në qoftë se Zotën se ke besu drejt dhe në qoftë se me Allahun azza wa xal si ke pas mund mirë. Kush e ka përsi për jetën tonë në varr? Kush e merr përsi për nesër rrugtimin tan prej varrit deri në ditën e ringjalljes? Dhe kush e merr përsi për nesër jetën tonë në ringjallje para Zotit? Dhe kush e merr përsi për pra me të nderu nesër në qoftë se ti nuk i ke besu Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i ke besu Allahun drejt, çka thon Zoti i Madhërisht. Pra për ata të nderuar vëllezër, është një ajet në Kur'an që Zoti i Madhërisht ja ka tregu njerëzve pozitën që kanë me pas në botën tjetër në qoftë se ata nuk besojnë. Dhe ky premtim i Allahut është i vërtetë. E besove apo nuk e besove, ju binde apo s'ju binde, në ditë keme arë në qëtë moment dhe keme dalë para Zotit Madhërisht dhe keme marë shpërblimin në bas të asaj që ti ketu dhe ke besu njëtës e bote. Cilja jetë? Allahu po thot, la in ashrakta, në qoftë se ti i bën rival Zotit Madhërisht, le ahbitan në amaluk, do të shkatrohen veprat e tua, wala takunanna min al-khasirin, dhe nesër ditën e gjykimit kemë qenë për të dështuar. E di çka do të thonë nesër me kanë për të dështuar? Do të thotë kur ti nesër kërkon privilegj para Zotit Madhërisht, kërkon nesër shpërblim para Zotit Madhërisht, dhe pyetja ndaj Allahut, dhe pyetja që Allahu ta ban ty, ka me thonë cilin Allah e ke njoft ti, dhe cili ka qenë raporti me Allahun tan,
dhe cilat kanë qenë punët e tua dhe në emër të kujt i ke pa punë. Pra në qoftë se njeriu shkon në botën tjetër dhe ai nuk e ka besu Allahun drejt, nuk ka vepru sipas asaj që Allahu ka urdhëruar, ka abuzu me besimin e vet, ka manipulu me doktrinat e besimit, e ka keq kuptu besimin e kështu me radhë, Allahu dhul xhelali thot, ti e ke besu ti sot të gabushëm, andaj sot lëpe qatë Zot që ti e ke besu në jetën e bote, në qoftë se ka mundësi e më nxjerr për krizës. Por ata besimin Allahun azza wa jall është gjithçka në jetën e bote të ndëruar vëllezër. Dhe jo rastisht në xhumën e kaluar kam përmend ajetin Kur'an që Allahu subhanahu wa taala është i gatshëm me fal çfarë do mëkati që ban njeri sipërfaqe tokës. Në qoftë se njeriu atë mëkat e ban pa dije dhe pastaj kërkon falje te Zoti, Allahu xhela xhelale vetëm një mëkat se fal. Në qoftë se njeriu i del shpirti sa është në jetën e botë gjallë dhe i del shpirti dhe ai nuk e beson Zotin Madhreshëm, apo e ka besu Allahun gabimisht, Allah ka garantuar që atë person nuk e fal botën tjetër. Dhe kjo meselë është e madhe sepse premtimi i Allahut azza wa jalla është i vërtetë. Pra Zoti na rujt me bë me dal njeri për kësaj bote me besim të kushëm Zotin. Ose Zoti na rujt me bë me dal njeri me për kësaj bote pa besu Allahun azza wa jalla, e ka të garantuar për Allahut sa tash ngjall këtë botë se nuk do të ketë falje nesër për Allahu subhanahu wa taala, ndërsa Zoti Madhreshëm do t'i falë të gjithë tjerët, kanë thënë Allahu subhanahu wa taala, sepse njeriu në jetën e kësaj bote nuk mund të përgjigj me laçë. Njeriu nuk është me laçë, për shembull me lajket zbojnë gjuna. Njeriu bën gjuna sepse Allahu subhanahu wa taala ka kriju till. Njeriu është lakmiçar, njeriu është gabimtar, njeriu bën gjithçka. Edhe Zoti Madhreshëm e ka kuptuar mirë natyrshmërinë e njeriu, sepse Allah e ka kriju. Mi pa Allah e ka thonë gjithçka në jetën e kësaj bote ka kompenzim. Por në qoftë se ti lun me besim, tu s'ka kompenzim për ty më. Tu ma nuk ka falje, tu nuk ka negociata rreth mosbesimit. Çka ne kuptojmë me këtë të nderuar vëllezër? Jemi të sigurt në jetën e kësaj bote dhe bëjmë përpjekje maksimale që ta ruajmë besimin me Zotin e Madhreshëm dhe në Zotin e Madhreshëm dhe konform besimit i bëjmë veprat. E atëherë kur gabojmë jetën e kësaj bote, që jemi njerëz dhe padyshim se gabojmë, spaku e dim që Zoti i Madhreshëm është fals dhe ne drejtohemi Allahut dhe i kërkojmë falje, më na fal për mëkatet e kësaj bote. Po nëse ne kemi gabuar adresën, e kemi besuar në Allah të gabushëm, i kemi përshkruar Allahut cilësi të gabune, kemi trillu Allah të ndryshëm me cilësi të ndryshme, atëherë kujt pra duhet me drejtuna dhe pe kujt duhet me kërku falena dhe kush duhet me pas për parasysh dhe kush e ka fatin dorë nesër tonë për të shkuar te Allahu xhalla xhelalu.